Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Përplasjet ditën e sotme ishin në fakt një paralajmërim që ditën e djeshme. Tensionet brenda shtëpisë së Big Brotherit tashmë janë rritur shumë. Lufta po bëhet, zënka të mëdha dhe Selina është tepër e inatosur, edhe pse në fakt mbrëm tregoi një vetë kontroll jashtëzakonisht të madh, sepse sado kudo që t'jetë loj, por kur e shikon që çdo indicie është me kastile që të prishet rrugtimi jotë i bukur, mendoj që njeriu del nga vetja. Domethënë, aty brenda janë në një lojë, por unë mendoj që ato janë të përfshirë krejtësisht. Ditën e sotme Selin pati debatin edhe me Mirin, domethënë gjatë gjithë kohës i kemi parë shumë të heshtur, gjatë gjithë kohës i kemi parë shumë të qetë, por ajo krijoi sot një lloj tensioni me Mirin, ku Miri vazhdon t'i hedhën Selinës kunja që ai mendon se ajo ka ndjenja për të, dhe në anën tjetër ai mendon se ajo ka ndjenja edhe për një femër tjetër. Tani, komentet e këtilla, me patjetër që vinë nga mlefi, unë e pash që Miri tjetër gjë thot e tjetër gjë ndjen, sepse natën e mbrëmshme Miri ka qenë shumë i fokusuar tek Selin, ka qenë shumë i zhytur në fakt te Selin, tek marrëdhënia me Selin, tek ndjesia që e kishte me Selin, dhe normalisht që ai do të fliste sot këtë fjalën që e tha. Selina ja tha të gjitha gjërat, që ti nuk ke fytyrë, ti je i pamoralshëm, ti je turp i vet, domethënë tensioni mes tyre ishte shumë i madh. Unë në fakt nuk e kisha parë këtë grindjen mes Mirit dhe Selinës, por e shoh Mirin që ndjen një lloj xhelozie dhe ndjen një lloj inati pse Selina është larguar nga rrethi i tij. Por mbi të gjitha, ajo ja arriti që të del në sipërfaqe, domethënë është e zonja për të përfunduar diskutimet, është e zonja për të godit Mirin, por çuditërisht, domethënë Miri nuk është se i qaset direkt te Selinës. Domethënë Miri mundoi që ta injoron Selinën. Miri diskutonte dhe i qaseshte në këtë rast vetëm Gimbos, që domethënë le për të kuptuar që unë nuk kam gjë me ty, por unë inatin edhe xhelozin edhe mlefin e kam me Gimbon. Uroj me zemër në fakt që të dele vërteta e tyre dhe të dalin këto ndjesitë emocionale që ato në të vërtetë i kanë, por sot e pash Selinën shumë të mlefosur kundër Dritmirit, gjë që nuk e kisha parë më herët. Tani dua të marr mendimin tuaj. Mendoni ju që Miri ka ndjenja dhe po i përdor të gjitha këto situata?